Ndonse nuk njoftoi një datë konkrete për nisjen e protestave, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka deklaroi nga Kuksi se viti 2026 do të jetë një periudhë qendrese përballje dhe protestash deri në krijimin e një qeverie teknike. Pa as më të voglin diskutim që kjo periudhë do jetë vetëm periudhë e qendresës, e përballjes, e protestave deri në krijimin e qeverisë teknike. Nuk ka asnjë rrugë tjetër Shqipëria përveç se rrëzimin e narkoregjimit, krijimin e një qeverie teknike, e cili të mundsoj normalitet dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme. E përsëris është e dhimbshme, pas 35 vitesh, Shqipëria përsëri vuan nga mungesa e votës lirë. Në atë kohë, vota e lirë ndrydhej nga diktati ideologjik, sot ndrydhej nga diktati i narkosit dhe i krimit organizuar. Noka tha se protesta e 22 dhjetorit ishte një mesazh i qartë për largimin e asaj që ai e quajti narkoshtet, duke theksuar se opozita nuk do të zhvillojë një protestë vetme, por një seri protestash të njëpasnjëshme. Jeni të sigurt që ne kemi filluar, protesta e datës 22 ishte një mesazh i qartë, paralajmërim i qartë për narkosin që të largohet dhe t'i hap rrugë një zgjidhje politike për vendin. Tashmë do të mblidhen institucionet e partisë brenda javës dhe do të vazhdojnë jo një protestë, do të vazhdojnë serinë e protestave deri në gjunjëzimin e narkosit. I pyetur nëse Partia Demokratike po intensifikon marrëdhëniet për të nxitur bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas arrestimit të presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro, Noka sqaroi se PD ka nënshkruar një kontratë lobimi për të përmirësuar marrëdhëniet me SBA-t. Partia Demokratike ka nënshkruar një kontratë lobimi për të nxitur dhe përmirësuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo nuk ka asnjë lidhje me atë që ndodhi në Venezuelë, por një gjë ka. Shqipëria sot është i vetmi narkoshtet i Europës, sekundërse Venezuela është narkoshtet i Amerikës Latine. Maduro pat një qasje armiqësore ndaj aleatit tonë strategjik dhe vendit ku kanë lindur liritë dhe demokracia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të njëjtën qasje pak a shumë e ka edhe Maduro në Shqipëri. Dhe t'jeni të sigurt që brenda pranverës njëjtin fat do ta ketë edhe Maduro, atë që pat edhe Maduro. Mbase jo në të njëjtën rrugë tim, por të ngjashëm do të largohet dhe nuk mund të qeverisë më një vend si Shqipëria në qendër të Europës dhe nuk mund të pranojmë që të ketë një narkoregjim në qendër të Europës. Deklaratat Flamur Noka i bëri gjatë pjesëmarrjes në përkujtimin e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Demokratike në Kukës me 5 janar të vitit 1991.